Mirë se erdhët Bricjapër të dashur, do bëjmë leximin e radhës për ju dhe dua t'ju njoftoj që së shpejti do filloj me leximet për vitin 2026 dhe i lë unë gjithmonë kështu ka fundi, nuk më pëlqejnë ata që lexojnë herët, më pëlqen të afrojmë sa më shumë energjisë që do na vi vitin që po vjen. Por para se të filloj, dua t'ju them që këtë lexim kam vendosur që nga dashi dhe deri tek fundi, tek peshqit, të lexoj egon e juaj. Një dush të ftohtë ju jap para se të fillojmë apo para se të futemi në vitin e ri të dashur, që të shikojmë shumë mirë qartë se ku jemi. Një shuplakë kështu ta quaj. Egon, të dashurit Egon, jam duke lexuar. 10 të monedhës, kam Hierophant, kam letrën 0 dhe kam Perandorin. 10 të monedhës tregon që ke ndërtuar ose po mban një strukturë të fortë të dashur Bricjapër, familje, pasuri, status ose përgjegjësi afatgjate. E ke menduar jetën si projekt kogja serioz dhe ke të drejtë. Por e vërteta është të mban këtë strukturë për shkak të frikës nga humbja, jo sepse është duke të ushqyer më, sikur s'po ndjen kënaqësi në gjithë ato që ke krijuar apo je duke i krijuar të dashur Bricjapër. Pyet veten, apo më shërben, apo është duke më mbajtur peng, e gjithë kjo që po ndodh. Hierophant, që është krye peshkopi, ndryshe rregullat, traditat, pritshmëritë nga të tjerët po peshojnë shumë mbi ty, sikur shumë po pritet nga ty. Po jeton sipas duhet, jo sipas asaj që do ti realisht. E vërteta e kësaj është vetë sakrifikimi i përhershëm, nuk është virtyt, është lodhje, është tkurrje. Thyje një rregull që nuk të përfaqëson më. Thyje, bëje për veten tënde. Bëje me ndërgjegje, jo me rebelim të verbër. Perandori të dashur ka aftësinë, udhëheqjen, kontrollin dhe vendimarrje të fortë. Por po e përdor këtë për të mbajtur gjithçka nën kontroll, jo për të ndërtuar diçka të re. E vërteta, kontrolli është duke të mbytur rritjen tënde personale. Delego, lësho pak frerët, nuk bie gjithçka, po u zhvendose pak, po jetove pak, po u bëre apo u tregove vetvetja pakës. Dhe full, që do të thotë, fillimi i ri është duke trokitur dhe ndoshta mu pra vitit të ri, jo i sigurt, jo i planifikuar plotësisht, prikrisht. Kjo është duke të friksuar. E vërteta nuk rritesh më brenda kornizës aktuale, sepse kur vën një ram apo kornizë rreth vetes, nuk mund të dalësh jashtë asaj të dashur. Nuk mund të dalësh. Prandaj, hiq ato korniza. Lejo veten të bësh një hap pa garanci, vetëm një, që të mund të vinë të tjerët me radhë dhe të ndihesh më e lirë apo më i lirë. Unë shikoj që çdo gjë në një farë mënyrë është duke shkuar ashtu si çdo tip, po është shumë e ngutë, është pa emocione, pa ndonjë kënaqësi, është siguri kaq. Sido që të jetë, sigur nuk po të ushqen më. Pra, nuk je krijuar Bricjap vetëm për të mbajtur peshë, je krijuar dhe për të jetuar. Siguria pa liri, të mbaj mend, siguria pa liri është burg i artë.